Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë vazhdon ta cilësoj si teatr, madje edhe si cirk, rikthimin dhe dërgimin në arrest shtëpiak të ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili u vetë dorëzua pas 14 muajsh në Arati. Sipas opozitarëve, rikthimi të Grubit i ka paraprirë një marrëveshje politike mes VMRO DPMN-s dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Në temën ikje nga përgjegjësia, teatrin që përgatit dhe organizon VMRO-ja gjatë këtyre ditëve po shndrohet në cirk. Ose do ju përgjigjesha me retorikën e preferuar të kryeministrit, këto janë sulme ad hominem nga LSDM-ja, derisa opinioni e din se edhe de jure, po edhe de facto, në këtë situatë ka marrëveshje politike mes VMRO-s dhe BDI-s. Nuk ka vonuar as reagimi i VMRO DPMN-s. Deputeti Brane Petrushevski ka deklaruar se LSDM-ja ka qenë bashkëpunëtore e krimeve të Grubit, prandaj sot edhe e mbron fuqishëm. Sipas Petrushevskit, LSDM-ja ka frikë nga vetemri Artan Grubi. Pasi i dolën me teza të ndryshme, komunikata dhe konferenca për shtyp, nga LSDM-ja nuk parashtruan asnjë pyetje deputetësh për qeveritarët për Artan Grubin. Për më tepër, kanë edhe frikë kur përmendet emri Artan Grubit dhe prandaj edhe ikën nga sala e kuvendit. Filipçe, Zaev, Spasovski, Zečević dhe pjesa e mbetur e ish funksionarëve të LSDM-s janë në panik të madh nga dëshmitë e mundshme të Grubit në prokurori. Kjo nuk është hera e parë që partitë maqedonase, VMRO DPMN dhe LSDM përplasen dhe hedhin akuza mbi njëra tjetrën për çështjen Grubi. Sa fundmi për këtë temë ka folur edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili ka hedhur poshtë në mënyrë të prerë akuzat e LSDM-s për marrëveshje politike.